Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetare, do bëjmë një mesazh për ju të dashur shigjetarë. Kërcen nën ylberin tënd. Shigjetar, kjo letër është një shpërthim, dritë që të thotë. Është koha të çlirohesh. Çfarë do të jetë ajo? Mund të kesh mbajtur brenda stres, dyshime apo një ndjenjë që ka që diçka po të pengon, po të ndalon të ndihesh i lirë. Por tani jeta të thret të lesh pas peshën që ke mbajtur në ujë dhe të kujton çfarë do të thotë të jetosh me gëzim. Të dashur shqiptar, jeta nuk duhet të jetë gjithmonë serioze. Ti e shenjë që kërkon kuptim, po ndonjëherë harron se kuptimi lind nga gëzimi i të qenit gjallë. Dancing in the Rainbow të fton apo kërcimi në ylber të fton të ndalosh së luftuari me veten, të mos e shtysh lumturinë për më vonë, por ta shprehësh tani në mënyrën më të thjeshtë e më të pastër. Ndoshta rruga nuk është e përkryer. Jo gjithmonë kemi rrugët e përkryera. Por ngjyrat e saj janë aty, do thotë energjia e saj është. Ylberi nuk shfaqet kur gjithçka është perfekte, por pas tuhis pra. Kështu që mos e mendo shumë, kërce pak më lirshëm, dashuro pak më thellë, qesh më shpesh dhe mos lejo frikën të mbaj peng. Shqiptar, kur je në lëvizje dhe ndjek dritën tënde, bota fillon të kërcej me ty. Çdo gjë rreth teje të dashur shqiptar. Kjo është periudha për të ngritur, për të qeshur, për të marrë frymë thellë dhe për të kujtuar se jeta është shumë më e bukur kur e jeton, jo kur e planifikon gjithmonë. Fjala që duhet t'i mbani mend të dashur shqiptar është: liria ime është drita ime. Dhe kur e ndjek, çdo gjë tjetër merr ngjyrë, mu si këta ylber këtu.